Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur përsëri këtu në 25 jemi rikthyer pas një pauze 3 javore, ku sot do të flasim pak, kemi përgatitur një emision i Kallamoça Thekër, epizodi 3, me cilin do të vazhdoni të na ndiqni. Kështu që ndoshta e kishim një pauzë 3 javore, po arsyen po ja tregoj tani, pak edhe duke mua i shenjtë Ramazanit, disa punë nuk shkojnë. Ramazani është pak njëri të merret pak me pjesën shpirtërore. Për këtë arsye pyeta shefin, thash, a do i marrim një 3 javë pauzë, dhe tha i marrim, ra ja dhash pauzën vetës, u largova nga pasqyra, sepse deri tani nuk kam shef tjetër, sepse nuk jam ende i martuar dhe nuk kam grua që me pas shef. Kur të martohena atëherë ndrojmë edhe shefin. Kështu që tani po vazhdojmë, do të vazhdojmë me emisione këtë javën e ardhshme, pra tani kemi filluar dhe do të vazhdojmë shumë, po disa më pyetën pse nuk bëre emisione fetare gjatë muajit të Ramazanit. Ishin plan pa të filluar diçka, por e pash se gjithë kishin bë, dhe unë kur fillova këtë emision këtu në 25 vendosa që mos jam si gjithë. Për këtë arsye, edhe kështu që nuk bëra asnjë emision, ja u lash atyre të bajnë emisione, e unë të vazhdoj pas Ramazanit dhe do shta vitin tjetër do të bëjmë, por për këtë vit pauzum pak, edhe një pauzë, edhe pse nuk kisha punë tjera, por e mora një pauzë pak, merrem më shumë me veten gjatë këtij muaji, gjatë kësaj pauze. Dhe tani që kemi filluar ne do të vazhdojmë, ju mos harroni se në këtë Kallamoça Thekër do të flasim mbi temat e Shqipërisë, zgjedhjen në Shqipëni, Kosovën, pra koha që nga përfundimi i zgjedhjeve deri në këtë moment që ende nuk është formuar qeveria, po ashtu edhe për gjendjen Maqedoni. Po pa kalu tek temat që do i flasim, ju mos harroni ta bëni like videon, subscribe kanalin tonë 25 dhe vazhdoni të na ndiqni, sepse çdo ditë do të sjellim javën e tashme me emisione të ndryshme dhe që jemi këtu para jush. E tani po fillojmë me këta, me zgjedhjen në Shqipëri, e cila e kanë fillu fushatën jo zyrtare, por për zgjedhjet e 11 majit. Jo zyrtarisht, por fushata ka fillu. Kanë fillu edhe këta ngacmimet mes partive, dihet këto programet, cilët asnjëherë nuk kanë program, por vetëm do shta ndryshimi kopertinave të atyre plan programeve të fushatës, se si do qeverisin në mandatin e ardhshëm. Unë do kisha dëshirë që në Shqipëri të kishte ndryshim, sepse çdo herë duhet ke ndryshime brenda qeverive, por ajo që më brengoz ndoshta është se duhet largohet Edi Rama, por nuk është e logjikshme ndoshta të them, por as kjo fjalë nuk mund ta them si e sakt ndoshta, që me largimin e Ramës të qetë një rikthim për Sali Berishën. Se ta largosh Rama dhe ta kthesh Berishën nuk do të thotë që ka bërë ndryshim. Se nuk dua të përsëritem për këtë temë, por kjo nuk do të ishte ajo që kërkonte Shqipëria dhe populli shqiptar. Është mirë që të largohet Rama, por jo me një largim të Ramës gjë Berisha. Ka edhe parti të reja, por edhe ata kanë filluar mes vete pak të merren, akuzojnë njëri tjetrin për disa lëndë, nuk mundohen të marrin, po ndjekin ndoshta atë rregullin e xhunglës, ku thonë sulmoja kafshën më dopt që mund ta mundësh, dhe me atë rregull ndoshta po shkojnë, por kjo nuk dihet se sa do t'i sjell vota. Pra nuk po i godasin ata që janë të fortë, ata ose ta gjejnë atë votuesin ngri që ende nuk është i vendosur ose nuk voton, dhe me atë të mundohen të sjellin diçka pak më ndryshe, të marrin ndonjë deputet, të futen në parlament dhe përmes zërit atyre të jenë edhe zëri i popullit në përgjithësi, dhe të mos merren me akuza ndaj njëri tjetrit, sepse do të ishte një kafshat e lehtë edhe këto zgjedhje për Ramën, ku edhe numrat e tregojnë atë. Nuk është që u besoj edhe shumë numrave, sepse, siç na thonë edhe një profesore, vetëm një statistikë që duhet të besosh është ajo të cilën e ke falsifikuar vetë.
Për këtë arsye numrat ndoshta edhe nuk do të jenë aq të saktë, por nga ajo që shihet nga sondazhet është që Dirama do të jetë fitues, por pyetja është a do të jetë fitues që do ta formojë qeverinë vetë siç ishte dy mandatet e kaluara, për ta marrë pra mandatin e katërt. Për këtë presim pra pas 11 majit të shohim se si do të jetë gjendja dhe si kanë votuar në territorin e Shqipërisë. E shpresojmë që ato të jenë mirë, ajo ditë kalon mirë, mos ka ndonjë incident dhe gjithçka do të krijohet në mënyrën e duhur. Dhe ndoshta po kalojnë në një temë që nuk ka ndoshta që lidhet shumë me fushatën, por ishte diçka që më rancëni dhe ishte pak a shumë zhgënjëse. Sepse po flas për urën e mesit, e cila ndodhet diku 8 km larg Shkodrës, e cila e lidh Drishtin me Shkodrën, që ndodhet mbi lumin Kier. Ishte një urë diku e ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati dhe ishte e veçantë ndoshta në atë formën, pra kur është ndërtuar dhe kishte 13 harqe, pra që e bën si një vlerë kulturore për atë pjesë të atij vendi. Por ai që bie më shumë në sy ishte postimi i kryetarit të Shkodrës, Benet Beci, i cili e postoi urën dhe tha është një vlerë ura e mesit me 13 harqe dhe një arkitekturë elegante, është nga urat historike më të bukura në Shqipëri. Dhe ajo që bie në sy është kjo servilizmi i popullit tonë, i cili nuk duhet të ishte. Por që s'kemi çka t'i bëjmë, ndoshta një ditë do ta largojmë, nuk do të kemi servilizëm deri në këtë mënyrë ku një komentues i shuante "Ylum Dora, shumë bukur e keni bërë". Pra, nëse Benet Beci ka bërë një urë e ndërtuar në vitin 1768, atëherë Benet Beci duhet këtë lindur diku në vitin 1730 e diçka, që ta bënte këtë urë, që të ishte parë dhe ta financonte dhe ta bënte këtë urë. Kjo më ka habitur se si ka arritur një popull të bie në servilizëm dhe në një gjendje kaq t'ulët. Dhe shpresojmë që gjendja e këtij populli ndryshon dhe çdo herë të arsimohemi, por nuk është e domosdoshme gjithë krijojnë fakultete apo shkollim për spaku të fillojmë të lexojmë. Mos ta përmendim spakun se në Shqipëri edhe spaku gati për ti ma vetë dhe ma mendikim se tjertë. Po të fillojnë njerëzit të lexojnë, pra nuk është e domosdoshme të kryesh shkollë, por mund të lexosh, mund të marrësh një libër, 1 e 2 shumë libra të lexosh, të fitosh një kulturë për veten, sepse për të tjerët nuk është ndoshta e dobishme ajo që e merr ti dhe e përvetson, por për veten ndoshta një ditë do të vlej dhe me siguri që do të vlej. Pak a shumë shoqëritë tona duhet të merren me kjo shqiptaria jonë ka dallimet e saj, po duke filluar nga shkollat, nga edukimi duhet të ndryshojë pak ai sistemi në gjithë shkollat shqiptare. Dhe po duke i shikuar podcaste ndryshme, diçka që më pëlqen me një podcast i cili në Shqipëri 8 dhe një pjesë nga ai e përmend një pjesë shumë interesante ku thanë për ata e banin për të kriju ushtri. Për të bën ushtri duhet të marrësh masat prej në shkollë. Po nuk është e domosdoshme për ushtri, po për një atë dashuri pra për që ta dojnë vendin e vet, që ndoshta me ata dhe do të zvoglohet numri i atyre të cilët mendojnë të shkojnë jashtë. Ku po të thonë disa fjalë shumë interesante, ku duke filluar nga betarja, pra shkronja e parë A, mos jeta betarja për qet atë dheu. Shkronja M, jo mami, por qet më mëdheu. Pra për shkronjën Sh, pra qet Shqipëria. E me këto, pra ta mbjellim një atë dashuri, pra të brenda atyre nxënësve tonë, kemi një temel të fortë
që pastaj të ardhmen ndërtesa sipër, pra ndërtimi i atyre fëmijëve që të ardhmen do qenë ata që do ualëm këtë vend, të jenë të ndërtuar në formën më të mirë për që ta duan këtë vend dhe mos t'ikin, mos ta lënë. Por kjo a do ndodh? Duhet pra një vedisim, pra nga arsimtar që këtë ta mbjellin në shkollë, jo arsimtari i tij çdo ditë kur fillon mësimin orët e tij, ky vend nuk bëhet, ti lanë më këto, nuk shkon kështu, e di si kanë problemet edhe ata, problemet e tyre, por para nxënësve pra të ruhemi, që të mundohemi mos të mbjellin të ata pesimizëm, as optimizëm, por një realizëm, me të cilën edhe një atë dashuri, pra ta dojnë këtë vend, sepse ky vend është i tyre, dhe pa marrë parasysh ku do të shkojnë, do qenë të huaj, ndërsa vetëm këtu do qenë të vendit të tyre, siç është ajo fjala guri i rënd, guri peshon rënd në vendin e tij. E kështu që çdo kush e ka peshën e vet, pra në vendin në të cilin jeton. E kështu çdo njeri është i vlefshëm për këtë shoqëri dhe çdo njeri duhet të jap aq sa mundet për këtë shoqëri dhe për këtë vend. Tani po kalojmë te kjo pjesa e Kosovës, sepse për pjesën e Maqedonisë do ta lëm për fund. Në Kosovë kemi pra gati po bëhen 2 muaj që janë krizë zgjedhjet dhe ende nuk kemi një qeveri të re, pra thuhet me numra që i kanë marrë të deputetëve, opozita thotë që nuk do të ketë qeveri, do të ketë një qeveri të opozitës. Vendosja thotë ne do e bëjmë qeverin, numrat që janë, se ku do i marrin numrat nuk e di. Dihet që do të ketë një koalicion me një parti shqiptare dhe minoritetet, por cila do qetë ajo? A do qetë një qeveri e cila do qetë deri në vitin e ardhshëm në zgjedhjen e presidentit, apo do qetë një qeveri e cila pretendon të ketë një mandat 4 vjeçar? Për këtë presim të shohim ditëve në vijim, pra nëse do të ketë një qeveri me PDK-n ose me LDK-n, me një marrëveshje me ta për qeverisur, mund të ketë plan më afatgjar, pra për një plan 4 vjeçar të qeverisës, por nëse merr ndoshta nismën vetëm 3 deputet të saj, se për të arritur 61 vota, ose AK-n, e cila ka thënë që nuk do qetë pjesë e qeverisë të cilën do të formon vetë vendosja, por do qetë vetëm për një qeveri të opozitës, që të shohim se si do të rrjedhë ngjarja. Atëherë nuk e dim se çka do ndodh. Por këto ditë që është duke u folur shumë për në Kosovë, edhe pse në zgjedhjet kanë përfunduar, por kanë dalë disa mesazhe brenda LDK-s ku është vjedhja e votave të njëri tjetri brenda partisë. Pra me këto votat e diasporës, kanë dalë ato mesazhet ku thuhet të nxjerrën emrin se kush i ka vjedhë këto vota, se ju po e dini kush e bën këta, por nxjerrni emrat që ta dimë gjithë. Dhe kjo është një konflikt interesi brenda atyre, pra këto janë konflikte interesi dhe njerëzit cilët e vjedhën njëri një tjetrit votën, ata nesër dëshirojnë ta udhëheqin këtë vendet tona, është pak dëshpëruese, sepse aty nuk duhet të ketë garë mes njëri tjetrit, e gara do të ishte e mirë dhe e nevojshme, por jo ta vjedhin njëri tjetrin, sepse garë gjithkund duhet të ketë në çdo parti, dhe ai që e meriton qetë, atë e meriton vendin ku vend, le të jetë aty, por mos jetë një vjedhje e një vendin ku vend, pra vjedhje e vullnetit popullit. Dhe me këtë na tregojnë se ka në çdo parti kjo, ndoshta edhe ndodh, por tek LDK ka shpërthyer kjo, dhe si do të përfundon kjo çështje, se edhe sa e di unë, edhe gjykatat i kanë pranuar dhe çdo ankesë që ka shkuar nga vetëvendosja dhe nga disa parti tjera është hedhur poshtë, dhe këto rezultate pra janë pranueshme për ata. Këto mesazhe që janë dëshpëruese, si për votuesin e LDK-s, po për çdo votues në përgjithësi, sepse nuk është e mirë
për një përzgjedhje që të ketë përveç vjedhjes votës në çdo formë, por edhe vjedhjes votës brenda partijake, dhe kjo është e nivelit më të ulët. Shpresojmë që gjendet një zgjedhje për këto gjëra që mos ndodhin të ardhmen, por gjithmonë siç thojmë, të kalon këtë herë, po kalon këtë herë, ndoshta një ditë nuk duhet edhe të kalon. Duhet ndalet, thuhet këtu përfundon, këtu nuk kalon më kjo, dhe të merret çdo gjë sipas rregullave dhe sipas atyre ligjeve. Pra, njerëzit votojnë ligje për parregullsitë dhe ata që i votojnë këto ligje bëjnë parregullsi, kjo nuk është e logjikshme. Por shpresojmë që gjithçka të bëhet më mirë dhe çdo herë kjo shpresë po na bëhen deri ku shkon kështu. Nuk e dim, por neve na mbetet që të shohim. Po ashtu për Kosovë kemi edhe ngjarjet e fundit, të cilat janë të dhimbshme, ku kemi çdo ditë gati nga një vrasje, ku pa filluar gjerimet diku një orë më parë kemi edhe një vrasje të një polici në Kaçanik, i cili u qellua para shtëpisë së tij dhe ndërroi jetë, pra polici Muhamet Lika. Këto ngjarje ditëve të fundit i kemi një numër të madh për një vend siç është Kosova, është një numër i madh për çdo njeri i cili vritet. Është diçka e cila nuk do ndodh, nuk e dim pse duhet ndërmerren masa domosdoshme dhe më njëherë që për këtë raste dhe këtë ngjarje mos kemi më ngjarje të tilla, duke filluar nga shkolla, pra nga edukimi dhe deri tek pjesa tjetër e shoqërisë sonë, që në të ardhmen shpresojmë me shpresën më të madhe që mos kemi kësi raste. Nuk janë raste të cilat duhet ndodhin në vendet tona, në këtë shoqëri, por nuk dim çfarë themi, vetëm se shpresojmë dhe shpresojmë dhe shpresojmë. Çka të them tani, veç se të kaloj te kjo Maqedonia jonë. Maqedonia është duke kaluar në disa periudha jo stabile, pak a shumë kemi disa probleme si brenda qeverisë, po është një problem i cili nuk po bëhet shumë me zë, është edhe kjo ku diku një numër i madh i agjentëve të bjes sërbe janë në Maqedoni gati një muaj. Dhe nuk dihet se cilat janë qëllimet e tyre, dihet se qëllime për të mirë nuk ka, janë ndesha keqe, por se çka dojnë bëjnë, çfarë destabilizimi, a dëshirojnë të kemi një konflikt ndëretnik, apo ku është qëllimi i tyre, nuk e di, por që ato janë, dhe sa duke u marrë qeveria ose organet e këtij vendi me këtë fenomen, me këtë ngjarje, me këto raste, me ato agent, se në çfarë forme duke u marrë, nuk e di. Pa shumë kemi edhe arrestimin e rojës së kryeministrit, i cili u arrestua sepse i ka shitur sekretet shtetërore bandave kriminale. Po kush janë ato banda? Nuk e dim. Po shpresojmë që gjatë këtyre ditëve të kemi edhe nga qeveria një deklarat se çka është dhe çka duke ndodhë dhe çka është dhënë nga ato sekrete shtetërore atyre bandave ose kujt janë dhënë. Kemi edhe këto ngjarjet e fundit mbi koalicioni vlen brenda qeverisë, ku po e marr pak një shembull që dhe i pëlqen Alis, ku se Alia i ka pak shembujt pak me dohani merë, dikush brenda vlenit po e pi dohanin tinsa. Kjo shohim çfarë po ndodh, po thotë që nuk do të dalin nga qeveria, koalicionin do të vazhdon, sa do të vazhdon, nuk e dim, ndoshta deri pas zgjedhjeve komunale që janë tetor, po shpresojmë të shohim se çfarë po ndodh deri atëherë. Nuk, edhe prej këtyre nuk është që kemi parë atë ndryshimin që i ka kërkuar ky popull, kemi ndryshim struktura dhe disa njerëzve që kanë marrë pozita, por e ndryshimi në përgjithësi në bazë dhe ndryshim në ekonominë dhe në gjendjen financiare, ekonomike, shoqërore dhe stabilitet nuk kemi. Bile jemi duke shkuar deri në destabilizimi. Kjo nuk është diçka e mirë
për popullin dhe me këto agent që kanë hyrë ju them si popull që të kenë kujdes pak, se edhe në zonën e Kumanovës më shumë ju them, sepse në disa ulëmtime që janë bërë edhe më herët për bashkëjetesën ndërmjet etnive këtu në Maqedoni mes shqiptarëve dhe maqedonëve, pjesa e Strugës dhe Gostivarit ka dalë që nuk kanë probleme aq shumë, ndërsa zona më e rrezikshme ku çdo herë edhe mund të ketë probleme është parë zona e Kumanovës. Për këtë arsye kemi edhe rastin e fundit, pra klubi i basketbollit, në të cilën në autobusin e klubit u kishte disa grafite pejorative ofenduese për shqiptarët. Shpresoj që mos të kemi kësi raste tjera në të ardhmen dhe të merren masa dhe të zgjidhet kjo punë, të mos e bëjnë popullin në gjendje që të ruhen nga gjithçka, por paga shumë duhet të kenë kujdes, edhe kjo kalon, qeveria vazhdon nuk vazhdon, nuk e di. Ato që në qeveri çdo herë po flasin kundër njëri tjetrit ka fillu, edhe kjo ndoshta me zgjedhjet lokale do të kemi edhe zgjedhje parlamentare, por për sa kohë nuk ka ndonjë ndërheqje ose prishje qeverisë, nuk mund ta themi atë. Për kanë gjendje në Maqedoni është një parti e cila është kështu ato pritën, nuk e di moment mas momenti janë të pritë, çdo moment janë mos po thënë që po shkojmë zgjedhje. Janë këto që 20 vjet janë kënë qeveri për BDI-a edhe kanë ra që shtinë opozit, e çdo moment e presin mos po shkojmë zgjedhje. Është e drejta e time. So ato çdo parti qëllimin e ka që të qeveri. Ama këto putën, knaqën krejt veç, mujnë edhe një herë. Shkojmë zgjedhje dhe ata shirmi, po thojnë se çfarë do ndodh. E çfarë do ndodh nuk e dim, po ajo mbetet e kjo. Duhet edhe brenda BDI-s këtë pastrime, disa figura që 20 vjet njëjtat figura ma janë plakat, nuk duhet të jenë në rendin e parë, nuk duhet më t'i shohim. Ku thash më herët se Aliej ka, kur këto ditë ku po flitet pak edhe për prishjen e koalicionit Vlen, duke bisedu me një mik me mesazhe, tha përsëri tha plako, tha po deli fort, tha po vazhdon me taktikën për çaj dhe sëndo, dihet, ajo është ndoshta taktika më fridhënëse. E kështu që se çka do qetë fati jonë nuk e di. E kështu që faleminderit shumë ju që ndoqët këtë emision dhe rikthimin ton pas një pushimi. Ju vazhdoni të na ndiqni në këtë emisionet tona. Javët tjera do të kemi emisionet tjera, por pa e përfundu, nëse mund të bëni like video nëse ju ka pëlqy, subscribe kanalin ton 25 e kështu që miru ta kofshim javën tjetër.